Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Sarand arrestuan në flagrant shtetasin MM, 31 vjeç, banues në Sarand, pasi gjatë kontrollit në automjetin e tij u gjet një armë e ftohtë, shufër metalike, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Gjithashtu, këta specialist referuan materiale në prokurori ku nisi procedimin penal për shtetasin KP, 59 vjeç, pasi është konfliktuar me shtetasin MG, 73 vjeç, banues në Ksamil për motive të dobta. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare të Drejtorisë Vendore Policisë Vlorë referuan materiale në prokurori për shtetasin FG, 39 vjeç, banues në Sarand, pasi ka kallzuar shtetasi FT, 72 vjeç, banues në Vlorë, se në vitin 2024 i ka dhënë 39 vjeçarit një shumë të konsiderueshme parash që t'i kryente disa punime në banes, por ai nuk i ka kryer punimet dhe as nuk i ka kthyer pagesën. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban të Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal për dy shtetas, 17 vjeç, pasi u konstatua duke drejtuar pa leje drejtimi automjete. Njëri prej tyre pa targa. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasit DD, 26 vjeç, banues në Vlorë, pasi ka kallzuar shtetasja FA, 65 vjeçe, se i ka vjedhur çantën me sende personale. FT, 24 vjeç, banues në Vlorë, pasi është konstatuar në rrugë duke lëvizur me mjet prerës thik në dorë. Sarand, dje, në fshatin Dhivër, është gjetur pa shenjajete në përrua shtetasi SG, 91 vjeç. Ka veprimet e para hetimore, dyshohet se ai është rrëzuar aksidentalisht. Ka rënë në përrua dhe si pasojë është mbytur. Materiale procedurale ju referuan prokurorisë së Vlorës dhe të Sarandës për veprime të mëtejshme.